nuk është e caktuar, thotë që shkohet në një vend caktuar. Zakonisht këtu tani vizitorët shkojnë aty te ajo kodra ku i thonë ja kanë lënë emrin që nuk është në sunet, Gjabalur Rahme. Ajo nuk ka vlerë as në kohën e haxhit me shku, jo tani. Domethënë s'ka diçka të veçantë shkojmë deri atje se shoh domethënë grupi i madh vetëm. Me rëndësi këtu jemi në Arafat. Arafati është vendi ku kryhet shtylla kryesore e haxhit, që është qëndrimi në Arafat në ditën e Arafatit, një ditë para Bajramit. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam el-hajju Arafa. Domethënë haxhi është Arafati. Siç ka thënë, siç e ka quajtur Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domethënë e ka quajtur surën Fatiha namaz. I ka thënë Allahu qasamtu as-salata baini wa baina abdi. Domethënë e kam darë namazin në smeja dhe robit tim në dy pjesë edhe flitet për ajetet e surës Fatiha. Domethënë sura Fatiha është shtylla kryesore e namazit, edhe gjithashtu qëndrimi në Arafat është shtylla kryesore e haxhit. Kush nuk qëndron në Arafat, nuk ka haxh. Do thotë nuk plotësohet haxhi pa qëndrimin në Arafat. Këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qëndruar, do thotë, në haxhin e lamtumirës, se siç thash, mushrikët e Mekës i kanë ruajtur disa pjesë të fesë së Ibrahimit alayhis salam. Edhe një prej atyre ka qenë haxhi. Mirë po, kanë shtu, kanë hequr, kanë ndryshu prej fesë Ibrahimit alayhis salam shumë gjëra. Një prej atyre ka qenë se banorët e Mekës kanë thënë ne nuk dalim në Arafat, sepse ne jemi banorë të haremit. Dhe gjatë haxhit nuk dalim jashtë haremit. Pasi Arafati është jashtë kufive të haremit Mekës. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka kundërshtuar mushrikët, edhe ka zbatuar atë që është e saktë në fenë e Allahut, që të gjithë haxhilerët, edhe banorët e Mekës, edhe banorët e vendeve të tjera duhet të qëndrojnë ditën e Arafatit në Arafat. Dhe këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mbajtur hutben lamtumirëse aty te xhamia, siç i thash, vendi ku ka qëndruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe aty e ka mbajtur këtë hutbe që është e njohur, edhe ka thënë la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha, sepse nuk do t'ju takoj më pas këtij viti. Domethënë, pasi është plotësuar feja e Allahut dhe Allahu e ka zbritur në këtë vend ajetin al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Domethënë sot ju plotësova fenë dhe përmbusa dhuntin tim ndaj jush. Dhe kjo kur ka ardhur ky ajet, domethënë është kuptuar se ka mbaru misioni pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe atëherë ka mbaruar edhe jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ju ka thënë sahabeve, pra dëgjojini këto fjalë dhe këto këshilla që ju jap, se nuk do të më takoni më vitin tjetër. Edhe ashtu ka ndodhur pavarësisht 6 muaj pas haxhit lamtumirës ka vdekur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këtu, domethënë, kjo fjalë që ka zbritur në Arafat ka thënë një prej jahudive, i ka thënë Omerit radhiyallahu anhu, ka thënë ju keni një ajet në librin tuaj që nëse e kishim pasur ne jahudit në librin ton, do ta kishim marrë atë ditë fest. Ka thënë cili është ajet? Ai ka thënë është ajeti sot ju plotësova fenë. Ka thënë unë e di ditën kur ka zbritur dhe kohën kur ka zbritur dhe vendin kur ka zbritur ky ajet. Ka zbritur në Arafat, në ditën e Xuma, në ditën e Arafatit. Domethënë dita më e madhe e vitit, edhe dita më e madhe e javës, edhe në vendin më të bekuar të tokës, këtu në Mekë dhe në veçanti në Arafat. Ka zbritur ky ajet që tregon se feja ka mbaru. Domethënë u përmbush çdo gjë prej fesë Allahut. Edhe nëse shtohet në këtë fe diçka tjetër, atëherë është vetëm prishje e fesë. Se ka thënë Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ajo që s'ka qenë fe në atë ditë, nuk është fe asnjëherë më. Domethënë, ajo që është shpallur prej fesë që nga dita e parë deri në ditën kur ka thënë Allahu sot e plotësova fenë, ajo është feja. Kurse çka shtohet më vonë është prej shpikjeve të njerëzve dhe prej devimeve të njerëzve. Dhe më e rëndësishmja që i ka këshilluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ndjekja e tauhidit, ose zbatimi i tauhidit dhe ndjekja e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtu gjithashtu për barazin mes besimtarëve, ka thënë nuk ka dallim mes arabit dhe jo arabit përveç se me takwa. Edhe ka fol për kujdesin
edhe për robrit, edhe kujdesin ose për të drejtat e grave dhe për çdo gjë, do të thënë pikat shkurta që përfshihet në jetën e njeriut, i ka këshillu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e ka kry haxhin këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka qëndruar në vendin, siç thash, në atë vend ku është i njohur, do të thënë ajo kodra, sigurisht e keni pa shumë herë në për video e kështu me radhë, është vendi ku ka qëndruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Është një kodër që është duket si një grumbull i shkëmbinjve, edhe ashtu quhet Jebel Sakhrat, do të thënë kodra e shkëmbinjve ose gurve. Shifët nga këtë. Shifët. Po, Po. Nuk ka hipur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbi kodër. Po çadrën e ka pas mas asaj kodre, do të thonë e ka pas në drejtim të kiblës kodrën, aty ka qëndruar dhe ka thënë waqaftu ha huna wa arafa kulluha mawqif. Do të thonë unë qëndrova këtu, kurse i gjithë Arafati është vend për qëndruar. Do të thonë nuk ka dallim cilën pjesë të Arafatit qëndron, njësoj është edhe ky kushti për përmbushjen e shtyllës haxhit, po edhe lutja në Arafat është kudo, njësoj, nuk ka ndonjë dallim. Prandaj nuk ka nevojë të shkohet atje, sahabët nuk e kanë vepruar, aq më pak me hip te kodra, sa as pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka hip te ajo kodër. Prandaj as në hax, më tash. Edhe me rëndësi, do të thënë ditën e Arafatit ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu zbret në qiellin e parë të tokës. Edhe i pranon lutjet e atyre që luten këtu në Arafat. Edhe Allahu mburret para melajkeve, me njerëzit që mblidhen në Arafat. Edhe i thot melajkeve, madha arada haula, do të thënë çka duan këta. Pra kjo fjalë të tregon se Allahu va përmbush lutjet atyre, edhe se Allahu i do ata njerëz. E lutim Allahun të na mundsoj që sa më shpesh të vinë haxh dhe në umre, edhe lutim Allahun që të na mundsoj gjithashtu bashkarisht ta bëjmë haxhin sa më herët. Të gjithë dhe ju që s'e keni bërë dhe ata që e kanë bërë, e lutim Allahun që t'ja mundsoj edhe shumë herë. Thonë kjo është shkurtimisht në lidhje me Arafatin, i gjithë Arafati është njësoj. Allahun e lutim që të na japë sukses për atë që e do dhe që është i kënaqur.